Mirë, jemi shkëputur pasi do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt telefonike me Ylka Mujon, kjo për të folur pak për jetën e Margarita Xhepës, e cila ushua mëngjesin e ditës së sotme. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si do ta kujtonit Margarita Xhepën? Me ngjyrat më të bukura që dhuron natyra. Me ngjyrat më të bukura që dhuron arti. Qoftë arti kinemas, qoftë arti teatrit, qoftë arti njerëzor. Margarita në të gjitha dimensionet ishte një margaritarsh. Jemi gjithë të shokuar, se kam folë me kolegë sot, dhe edhe pse e dinim që ishte pa qef, shkoj këshim shpresë që do ndodhte një çudi, dhe që Margarita do të bëhe mirë. Për fat keq, të gjithë një kemi ditë, por ajo ka lënë kaq shumë gjëra, sa që ka lënë kaq shumë kujtime, sa që në popull ajo nuk ka për të haruar kur, për breza dhe breza të ardhshëm. Sepse ajo vërtet jetoi një jetë të mbushur plot me emocione të mëdha, po duket me gjitha ato role që ka bërë, sikur ka jetuar 10 jetë, jo një jetë. Ka bërë 150 role në teatr, rreth 40 role në kinema, do me thënë një pasuri e jashtëzakonshme. Po Margarita nuk ishte vetëm një aktore madhe, Margarita ishte një njeri jashtëzakonshëm. Ishte një njeri jashtëzakonisht i mirë, me një energji shumë pozitive, një grua shumë e gjerë, një nënë e mrekullueshme e përkushtuar, më thënë atë përkushtim që ka patur në teatr, atë përkushtim ka patur dhe për familjen. E donin njerëzit, i donte njerëzit, kishte shumë dashuri Margarita, ishte grua e rrallë. Çfarë mund të them unë për Margaritën tjetër? Unë kam pat fati që të punoj me të, disa role, madje që në rolet e mia të para kam punuar me Margaritën, ke vizita inspektorit, që ka luajtur rolin e nënës time, pastaj te Prometeu, që prap ka luajtur nënën e Prometeut, e kam luajtur ke Luiza Miller, kam krenarin, do me thënë që në një farë mënyrë kam qenë edhe partnere me të, sepse të ishe në skenë me Margaritën ishte një vlerë, na jepte vlerë dhe neve, që na kishte në krah. Ishte lehtë të bashkëpunoje me Margaritën në shesh xhirime? Jo, nuk kam xhiruar ndonjëherë me Margaritën, nuk kam qenë në një film me të, por dihet, do me thënë kjo ikonë e madhe e kinemas, që në herët e para kur ka interpretuar, kur ka qenë e re dhe deri në rolet e fundit, Margarita si kishte një rol, nuk ishte një rol tjetër. Ishte një gam shumë të gjërë si aktore, shumë dimensionale, një njëri me pathos, me shumë shpirt. Ishte jashtëzakonisht natyrë ndjeshme, shumë ndjeshme. Por edhe grua e fortë nga ana tjetër, dhe më thënë se nga njëherë tek njeriu bëhen bashkë të njerëz të fortë janë edhe ndjenjat e mëdha. Kështu ishte Margarita. Ndërkohë, si kanë qenë javët e fundit pikërisht për Margarita Xhepën, nga ana shëndetësore flas? Nga ana shëndetësore ka pak kohë që ajo ka qenë pa qef, ka pas probleme me mushkërit, kryesisht, edhe i kishte zblokuara. Edhe sa herë që flisja me Çimin në telefon më thoshte që nuk është mirë, po le të shpresojmë që të ndodhi një gjë, sepse edhe mjekët gjithmonë thonë që ndoshta bën Zoti diçka që përmirësohet. Ndërkohë që edhe ditën e djeshme kishte ditëlindjen. Kishte ditëlindjen, ne ishim në Shkodër me shfaqje, edhe dhe fola me ndriçimin dhe i thash do vi nesër, thash me qenë se sot nuk vi dot. Ai ishte pak si kështu, se nuk e dinte, dhe tha, që Luka inshallah bën në një gjë, tha Zoti se, por që ishte rënd me një fjalë, ishte rënd. Ka qenë shtruar në spital, prej sa ditësh? Po, në spital, po. Në spital, këto ditë e fundit, po. Kohët e fundit, shkoj në shtëpi, pastaj u kthye prapë në spital. Nëse e di, dhimbje e madhe është për familjen një rast parë, pastaj është për gjithë komunitetin e artistëve, pastaj është edhe për njerëzit që e kanë parë prej kaq shumë vitesh dhe që e kanë dashur. Që janë njohur me të, me filmat e saj, me jetën e saj, me figurën. Një sër e madhe artistësh të mëdhenj që nuk i kthehen më skenës, vinë të rinj sigurisht,
do të bëjnë dhe ata emrin e tyre, një pjesë e kanë bërë emrin e tyre, por këto janë njerëz që kanë dhënë kontributet jashtëzakonshme. Dhe Margarita një nga ato, me kontribut jashtëzakonisht të madhe dhe me shumë vlerësh. Në kinematografinë shqiptare, patjetër. Si? Në kinematografinë shqiptare, them. Po dhe në teatr. Edhe në teatr. Po dhe në teatr, pa dyshim, dhe ka luajtur jo vetëm në skena shqiptare, ka luajtur dhe në skenat e Greqisë. Ajo ka bërë një rol shumë të rëndësishëm në një pjesë të antikitetit dhe Maja Morgenstern, që është një aktore e madhe që ka luajtur në Hollywood, në filmin e Mel Gibsonit që luajti nënën e Jezu Krishtit, ajo ka interpretuar bashkë me Margaritën, kanë bërë 3 aktorët një njëjtin rol, dhe ajo kur erdhi në Shqipëri, shfaqe që u shfaq. Në teatr kombëtar, ajo tha Margarita është numri 1, tha. Ajo aktoria madhe, tha Margarita është numri 1. Kjo është e vërtet. Po. Pastaj përveç talentit saj, ajo kishte edhe hirët e një femre jo të bukur, po ajo ishte magjepse. Ajo derivon ishte magjepse, e ruajti bukurinë deri në fund fare. Me një bukuri të rrallë. Një bukuri e cila është e rrallë, ashtu sikurse ju e cilësoni, dhe rrallë mund të gjenden gra, femra. Po, të bashkuara tek një njeri të gjitha. Po, është e vërtet. Ajo i kishte, edhe ka lënë gjurmë të mrekullueshme, të pashlyeshme. Për ne si artist na ka dhënë shumë, domethënë për ne është një humbje, është vërtet një dhimbje dhe një trishtim shumë i madh. Për artistët, për familjarët, për ata të cilët kanë bashkë punuar me të, për regjisorët, për të gjithë ata të cilët e kam patur afër Margarita Gjepërn, por po ashtu edhe ata që ndoshta nuk e kanë takuar asnjëherë në jetën e tyre kështu fizikisht, por gjithsesi janë rritur me rolet e saj në ekran. Padyshim, po ajo edhe kur ecte rrugës, Margarita ndaloni njerëz, sepse rezatonte shumë mirësi, ishte shumë modeste si natyrë, shumë e dashur, fjalë ëmbël, shumë gojëmbël. Çfarë do mbaje mend që nuk do harroje asnjëherë nga Margarita? Jo, e di si është puna se më pyesin, është një moment shumë shokues për mua, se kjo ka ndodhur tani. Kështu që përveç këtyre gjërave me fjalë tani për momentin nuk mund ta mbledh që të kujtoj se nuk kam domethënë tani çfarë të them. Meraku i Margaritës kush ishte nëse e takove ditët e fundit? Jo, nuk e kam takuar për fat keq, se unë kam punuar në Durrës kohët e fundit edhe kam qenë angazhuar me një shfaqje që më kanë ngrënë rreth 1 muaj e ca kohë, por merak, unë nuk mendoj se ka merak sepse ajo edhe fëmijët i ka të realizuar. Është e vërtet. I ka të realizuar. Domethënë edhe ata në profesionet e tyre përcimin e njohin të gjithë, e s'ka nevojë të flas, por edhe Koli, këta fëmijët e saj në fjalë janë të realizuar dhe të nderuar në punën që bëjnë. Kështu që Margarita iku nën e realizuar. Nuk la pengje pas. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë, sigurisht që për të folur për Margarita Gjepërn ka shumë për të folur, por nuk dua që edhe ju të ndjeheni ndoshta jo mirë në këtë lidhje të drejtë për drejtë, sepse ashtu sikurse edhe ju e thatë jeni një ndër mikeshat e saj, edhe pse nuk keni arritur të takoni muajt e fundit për shkak të angazhimeve tuaja që keni patur pikërisht në Nuk pata mundësi dhe një shumë keq, se po një të shkoja sot edhe nuk ja dola dot. Po, nuk kemi çfarë të bëjmë. Se në gjëra që si kemi ndorë nuk varen nga ne. Ju falenderoj dhe ngushëllime edhe nga stafi Ora News, nga Ora News dhe nga unë. Faleminderit, ngushëllime për të gjithë. Faleminderit dhe juve. Kalofshi mirë.